Lutja me emrin e madh të Allahut. Zoti i madh ka emra të bukur, emra të mrekullueshëm. Po është një emër që quhet emri më i madh i Zotit. Emri më madhështor i Zotit, që nëse njeriu i lutet Zotit me të, Zoti nuk e kthen lutjen mbrapsht. E një ditë pejgamberi alayhis salam me njërin prej sahabëve po lëviznin në xhami dhe qëndroi pejgamberi alayhis salam. Një njeri po falte namaz. E ky njeri që po falte namaz, para selamit po thoshte: Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa ant, wahdaka la sharika lak, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, an taghfir li. Ndërkohë që personi e bëri lutjen dhe pejgamberi alayhis salam e dëgjoi, i tha: ky sapo u lut me emrin e madh të Allahut, që kush i lutet me të, Allahu lutjen nuk ja kthen, Allahu lutjen nuk ja refuzon. Cili është emri i madh i Allahut, diskutim i gjerë dhe prej kohësh mes dietarëve të mëdhenj të Islamit. Po e rëndësishme, nëse ti e bën gjithë lutjen, e ke brenda aty. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu, la ilaha illa ant, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, an taghfir li. E ke duan, e ke emrin e Zotit brenda.